Për gati 2 muaj, rajoni Shkodrës në veri perëndim të vendit është përfshirë nga rreshtet intensive të shiut. Një fenomen i jashtëzakonshëm natyror që ka shkaktuar dhe përmbytje në këtë zonë, ku më problematike paraqitet situata në fushat e Nën Shkodrës dhe në lagjet periferike të qytetit. Zëvendës kryeministri dhe ministri energjetikës Ilir Meta, njëkohësisht kryetari i shtabit qendror të emergjencës në prefekturën e Shkodrës, në një intervistë për ATS-n e cilësoi mjaft kritike situatën e ditëve të fundit në rrethin e Shkodrës. Por vuri në duke se situata po menaxhohet dhe përballohet me përgjegjësi fal një mirë organizimi të gjitha strukturave shtetërore. Ky është një përkeqësim tepër i theksuar i motit, është larg çdo lloj parashikimi, po përballohen me përgjegjësi të gjitha pasojat e këtij fenomeni, duke filluar në radhë parë me krye prioritetin që është shpëtimi i jetës së komunitetit dhe mos rrezikimi i asnjë jete, dhe deri tani janë disa mijëra të evakuuar, krijimi i kapaciteteve për akomodimin e tyre, si në qytetin e Shkodrës, ashtu edhe në qendra të tjera, ku një prej tyre pritet të jetë edhe Velipoja, dhe njëkohësisht asistenca mjekësore për gjitha rastet emergjente, për të vijuar më tej me planin për të evakuuar edhe baktit në ato zona ku ato janë të rrezikuara. Një fenomen problematik si pasojë e rreshjeve ka qenë te fryrja e liçenit të Shkodrës dhe lumit të Buna. Rreshtet e këtyre 2 muajve kanë rënduar dhe situatën në kaskadën e Drinit, duke detyruar shkarkime që sipas zëvendës kryeministrit Meta ka qenë të mirë menaxhuara. Kon shkarkimeve, besoj se është bërë një punë shumë e mirë gjatë gjithë muajve të drejtanishëm për të menaxhuar në mënyrën më efikase kaskadën dhe për të evituar shkarkime të përmasave shqetësuese, të cilat mund të ndikonin në shtimin e përmbytjes, por duhet të kemi parasysh se është e pashmangshme në rast se ka 4.000-5.000 metër kub sekond prurje në gjithë kaskadën, pra nga Fjerza, nga prurjet anësore në hidrocentralin e Komanit, apo dhe të Vaudeës, që të mos bëhen shkarkime të konsiderueshme. Sepse për ndryshe, duke patur konsiderat që pritet që shirat të vazhdojnë dhe në të ardhmen, nuk mund të vihet në rrezik siguria e digave, sepse kjo pastaj do të ishte një papërgjegjshmëri dhe do të kishte pasoja të parashikuara. Meta i është përgjigjur dhe qëndrimit të opozitës, e cila ka fajsuar qeverinë për situatën e krijuar në Shkodër. Mendoj se është dobësi të shfrytëzosh një fatkeqësi natyrore, ta konsiderojmë, për të bërë politik, ndërkohë që është momenti që të gjithë të bashkëpunojnë, të gjithë të inkurajojnë jo vetëm banorët e zonave të përmbytura apo që rrezikohen të përmbyten, por edhe ata qindra përfaqësues të shtetit, të ushtrisë, të policisë, të shëndetësisë. 2 ditë më parë, qeveria shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore në Shkodër, ku në shumë zona është ndërprerë dhe procesi arsimar. Situata paraqitet mjaft kritike jo vetëm në zonën fushore të Nën Shkodrës, si në komuna Dajç, Ana e Malit, Bushat, Velipoj, Gurizi, por dhe në lagjet periferike të qytetit, ku banorët duhet të përdorin varka për të kryer nevojat e përditshme. Sipas një bilanci të fundit, të paktën 11.000 hektar tokë rezultojnë në ujë, ndërsa disa qindra shtëpi janë të përmbytura. Ushtria dhe policia vazhdon operacionet e evakuimit të banorëve dhe baktive nga zonat e rrezikuara.